këta lëshun një nivel edhe ma poshtë, do të kthym krejt kundër UÇK-s. Fatkeqësisht kjo ofroi prej pushtetit këtë rast konkretisht prej lëvizje dhe vendosje, prej që këta e mbohë lëvizje dhe të thotë krejt atë mlefin që e kanë pas. Ndaj krerëve të UÇK-s të cilët ishin në politikë, këta lëshun një nivel edhe ma poshtë, do të kthym krejt kundër UÇK-s. Kjo nivel na ka lëndu mas shumëti. Sësar që këta oponentë të vendosjes flasin diçka që për tema korrupsionit, që për tema të keq menaxhimit, që për tema tjera kundër bashkëluftarëve tonë të cilët udhëheqin me parti politike, nuk kemi dëshirë, po jo që i mojmë shumë afër zemra, sepse të ke fundit kur të futesh politikës, i gatshëm më ballafaqutën, prapë me ato akuza, kundër akuza që i bojnë partitë politike. Por kur ta provojmë me fol për luftën tonë për qërim, neve na dha shumë. Do të thotë është e papranueshme ti më ndëgju se dikon ti thon diçka për aktin tënd që ti e ke bërë gjatë luftës ose për dikon që mundohet me ta minimizu ty luftën, përderisa bashkia ndërkombëtare ose në këtë rast që kishim rastin me Hagan, është plot zyrtar amerikan, erdhën na vlerësuan luftën tonë ose ja u than disa njerëzve, se jo populli, siç thotë edhe jo populli e vlerëson, po disa oponentëve dëvës që i frynë pra kësaj fushate agresive ndaj luftëtarëve të UÇK-s, më u thonë që këta djemë e vajza që kanë marrë pushkën kanë luftuar për ju, për lirinë e juve. E ne si rezultat i kësaj, domethënë kësaj lufte që kanë bërë këta djemë e vajza, ne kemi besuar në luftën e tyre, prandaj edhe kemi ardhur ju ndihmu juve. Do thotë ne ishim bashkëluftëtarë me amerikanët në këtë rast, me ushtarët amerikanë edhe me ushtarët e NATO-s, sepse ne vepronim në tokë, ata veprojnë nga ajri. Prandaj kjo është tepër edhe as më pak kur bëhen fjalë për 26 vite pas luftës. Atë prapë më diskutu kjo temë, prapë a ka qenë ai komandant ajo, disa po edhe oponent VV-s ishin generali i vet shpallur atë diçka.